Përshëndetje miq të gazetës DMS. Me mua sot është ish shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, sot i Aleancës zotri Besnik Tahiri. Zoti Tahiri, fillimisht faleminderit për kohën. Faleminderit, mirë si u gjej. Po e nisëm me një urime ose një përhajrje me thënë ashtu për një investim që e bën komunën Pringaveni në Lupsht të Podujevës. E pam një investim ku ministri i Bujqësisë dhe kryetari i komunës po investuan një diga, një vada, nuk po di çmë çujt ata dhe pak a shumë morë reagime të shumta gjithandej. I gjithë konceptit qeveris i kësaj qeverie përshkruhet me një fjali. Improvizim. Improvizim dhe vetëm improvizim. Për 4 vjetë s'kan mujtë me bu 4 rrugë. Gjilanin, autostradin Dugaxhinit, rrugën Dolc-Gjakov me përfundu urën Vranidal. Para me në flet për Hekurudha. A e si ka përfundu që 5 vjetë. Në Podujevë, e në lap, po du më thonë lap janëve. Kem arrit në një stad ku kusht në dënë prej politikanëve vjen në mashtran. Mashtrimi maj madhë që i bohë qytetit Lapit prej Vranidollit e deri nalt në Pakashtic e në Merdar është nuk duhet me kalu. Zona ekonomike e Lapit nuk është bo. Autostrada nuk ka nalë në gjys, nuk është kry, është nalë në trut. Ura Vranidal nuk është kry. Asë një investim substancial, asë për një vend pune nuk kanë ndodhë. Udha që niset prej Merdarit e që kalon për kënej, majt e djathas është e pa rregullume. Me shku, me qenë një vadë, e me ngre ujën, është bukfalisht me poshnu një qytet për do vota. Ministri i Infrastrukturës ka qenë në zgjedhjet e 2 ministrë ka unë kryet për 1 vjetë. Në 10 orë, ka thonë kryet si vjetë, asë gjo su kry. Qysh do një bënja, lapjen dhe rumë, po të në këndoni, po në fund kush për full, për juve, është Besnik Tahiri. Me një këshërni, parlamentin, kush ka full për rrugë, kush ka full për ura, kush ka full për zonë ekonomike, kush ka full për mburic rrugën, jëmën. Ju jep një kuna do një votën. Se nuk po arrini mi binë, zoti Tahiri, të marrë parasysh që thatë edhe jo sa provincë zgjedhjet po përkthehet ndryshe, po prap pavarësisht mungesës së investimeve, sidomos atyre kapitale, po merr vota sërish zoti Kurti dhe partia Televiza Vetëndosja, dhe ata mi 50%, ose më mirë me thonë 100% pushtet. Unë nuk e di qysh nuk bëjë marrë. Me shku me hap digën ministri Bujqësisë, ajo vadë. Vadat na që jem të fshatnit, kur të vaditëm në ara tona e hapim vadën. është marrë, është tërp. është tërp ministri i financa me shku me tholl, pe hapi fondin zhvillimor me një vendim, a i vendimi u marrë para 4 vjetë. Tash është dash me undam jetët. Por, ata e din mas miri. Ata e din kush o kush. Po ja mërmenja që është qështu letë grajnë. Po veç kanë me marrë votat, edhe apet asë gjo s'ka mu bo. Sikur që nuk o bon të kalumën. Çka presin për këtyre zgjedhjeve, ose me çysh menene që kanë me performu? Aleanca, mirë, po edhe vetëvendosjen këtë rast, aty është këtë ajo betejë kryesore. Në këto zgjedhje është vetëm një subjekt politik i cili ka bën ndryshim. Edhe ajo është Aleanca. Është vetëm një subjekt politik që e ka ndru liderin dhe që ka unitet plot mrena partisë me mbështet një koncept politik. Është vetëm një subjekt politik i cili ka 3 shtylla e për 3 është vërtetu. Kush ka bo ma shumë se na për siguri, kush e ka bo shtërinë e Kosovës, kush e ka financu AKI-n, kush ja ka dhonë pagat policëve, kush ja ka dhonë orë shtesë, qysh u shku shtëria në Gaza, me vendimin e Ramos Haradinaj, me këto. Kush ka bo ma shumë se na në energji, që i kemë shtyllën e dytë, kush o ma i besu shumë se na për energji, 2100 megawatt projektin e kemë pas në kanal. Projektin me kontër global që ka qenë i garantum çmimit 1 megawatt 80 euro. Kush e ka nalë? E ka nalë që kjo qeveria kemë lënë gati, investimin, mjetët, krejt. E ka nalë i kemë 20 milion euro. Kush e ka bo projektin e gazit amerikan, LNG-s? Kush e ka projektu fabrikën Ferizaj? Është Aleanca për Arminë e Kosovës. Kush i ka bo investimet e para me erë, me energji të ripërtërishme? Është Aleanca për Arminë e Kosovës. Dhe në fund, kush e ka bo pavarësimin energjetik? Ne. Ne i kemë këto 2 projekte që i këthejmë. Dhe në fund është zhvillimi.
Po zhvillim është veç një fjalë, veç një. Shkonin 5 komuna tona, shkonin Gjakov, shkonin Deçan, shkonin Soarek, shkonin Klin, shkonin Raves, edhe këshërnë që ka transformu Aleanca vendin ku ka qeveris për 4 vjetë. Totalisht është transformimi plot. Andaj, në këto pika, ne i themi shtarëve të Kosovës të zhvillimi. Kosova nuk ka deti, Kosova ka bjeshk. Në bjeshk do të investojmë. Në atë kapacitet që është plotësisht kapaciteti i paprekur. Dhe në zona tjera që ndërlidhen drejt për drejt me ekonominë e prodhimit, po edhe me ekonominë që prodhohet përmes shërbimit. E përmendët qeveriset komunale, dje zoti Haradinaj në tubimin që patët në Deçan, tha që kësaj radhe nuk do t'jemi opozite kësaj qeverie, por do t'jemi në krye qeverisë. So besoni ju në këtë projekt që opozita, bashkërisht me juve, me marrë qeverinë pas këtyre zgjedhjeve? Aleanca do ta dyfishoj rezultatin e vet. Aleanca 11%? Që i bjen 12, nuk e di sa, i bjen nuk është rëndësishme, do ta dyfishoj. Aleanca në zgjedhjet tjera do të garon me fitu zgjedhjet. Aleanca i ka njerëz më të mirë. Aleanca i ka trashëgimim politike më të mirë. Aleanca e ka momentalisht kandidatin për kryeministër më të dëshmuar në qeverisje. Aleanca e ka trashëgimin e sakrificës, të luftës për atë dhej, të veprave kombëtare, të veprave politike, të veprave institucionale që shlyen kur sot ka Kosovë, ka me pas vepra të Aleancës dhe të Ramush Haradinajt. I përmendet kur thatë për Lapjant që u dërgove mesazhin që kush ka folë më shumë ti për juve, faktikisht folja ose veprat e juja në vendin e Kosovës janë dëshmuar edhe ku jeni zgjedh disa vite radhas, pra deputeti më aktiv në vendin e Kosovës. Çka shpresoni ose çka besoni këtu palë zgjedhje tjera që a do të vazhdojë sërish, pra në të jeni zëri qytetar në vendin e Kosovës apo presin ndoshta edhe ndonjë post ministror ose diçka tjetër nëse veç ka post qeveri të opozitës? Shumë e thjeshtë. Unë votën e konceptoj si besim. Dhe besimin kur nuk e tradhtoj, kur. 40 rresht nuk është letë me konë deputeti numër 1. Jo ndër më aktiv, deputeti numër 1 më aktiv. Jo që pëtë Besnik Tahiri, po pëtë Instituti i Drejtësisë të Kosovës, që e monitoron parlamentin. Këto e bëjë se ja kam bërç vendit, ja kam bërç votës që është besim, edhe ja kam bërç Kosovës. Njëjtën gjohë me bo, pak ofrar problem, qofse zgjedhna deputet. Qofse nuk zgjedhna, shoqër për i Zotit, kem që ka bojmë, edhe në këto rrethona do të marrë një pushim të gjatë. Pra janë dy udhë, ose jam deputet, ose nuk jam politik. Do të pensionoj për politikës apo thjesht do të po nikot, absolutisht. Ose ku me qenë deputet, ose mo nuk jam në politik po nikot saktume. Do të bëj punë tjera për shkak se s'munësh me e shty me gjyks. E shtyn me mene, me tru. E përmendet transformimin e tranzicionin faktikisht kryetarit, pra nga zoti Ramush Haradinaj, pra ku keni pasur lider për më shumë se 2 dekada, tek zoti Ardian Gjini. Gjatë konventës kena po pak të emocionu në atë aspektin atë fjalimet që patët, sa ka qene vështirë për juve në bëhen këtë tranzicion edhe që faktikisht tash që po thotë edhe zoti Haradinaj jo më kryetar nderi tash, jo më kryetar ose jo më post ekzekutiv në brenda partisë. Unë e kom pas detyrën më të vështirë në atë konvent. Me i thonë faleminderit një njeri me cilën ju më rrit 22 vjetë tjetës temi kom kalu me të për i tyre, 7 kur ka qenë burg. Kom qenë zëdhënës dhe i vetëmi person i mandatu me folë për të për hak. Nuk o letë, se kem vujt shumë, kem hjek shumë që Aleancë. Po jem krenar që kom qëndru besnik, sikurse që jum një mirë që rrugtimin edhe lidershipin në Aleancës për merë Ardian Gjini, një burë edhe një lider i dëshmu. Një apo ja u thomë qytetarëve të Kosovës. Ka lider politik, ka udhëhes politik institucional. Por Ramush Haradinaj është një në kombin shqiptar që është edhe figurë historike edhe lider politik. Për këtë arsye, spari nese Aleancë duhet të harujmë, vlerat që i ka përqu, trashëgimin që ka lënë partinë, dhe do të mi arrit shpinë, mi arrit Aleancën. Ai që nuk punon mi arrit shpinë Aleancën, ai nuk e do Ramushin. E Ramushi veç gjithë e do Shqiptarin edhe do qëtë Kosovë. Kam pyet zoti Tahiri edhe zotin Haradinaj këtu në intervistë ku ishte se përket barazisë në këto zgjedhje, pra është kritiku shumë zoti Kurti në aspektin e ndarjeve të
mjeteve, të shtesave për gjithë ato sektorët të me që dijen në sektorin privat, fëmijët, pensionistët, mirë për ata 2 milionë për kompanitë ajrore. Qysh e keni pa këtë aspekt që qysh po henin këtë fushatës në këto zgjedhje, të marrë parasysh me këtë lloj veprimi që ka ndërmarrë kryeministi Kurti, kryeministi në detyrë faktikisht. Ju e dini që unë kom garu shumë herë në zgjedhje. Edhe jam krenar, se gjithë kom marrë besim. Herë kam fitu herë jo. Unë, pas një dyshim, e pranoj verdiktin qytetar. Demokracinë, se s'ka sistem më i mirë se demokracia. Demokracia në Kosovë, në këto zgjedhje, është korruptu, është kompromitu, për shkak se me parat publike, në fillim me 65 milion euro për 80.000 shërbys civile, pastaj me afër 40 milion euro, duke i nda në fushat zgjedhore. Kjo nuk është asgjë tjetër, përveç marrëdhënie klienteliste, për me vendos mjekut, për me i mashtru, një muj para zgjedhjeve, votues të Kosovës. Votues të Kosovës është vendimojenti vendimtar, që ta kuptoni se Kosova çfarë rrugë do me marrë. A do me marrë një rrugë e cila nuk dihet ku po del, e izolume dhe varfënume, a do me marrë një rrugë të re, një mundësi të re, me njerëz dëshmu, o vendimi jo. Zoti Tahiri, ne të uroj suksesin këtë garën e ju për deputet dhe faleminderit për këtë bashkëpunim që patëm. Faleminderit gjithmonë kënaqësi.